nderuar teleshikues së Mirëmbrëma. Erion Velia i nesër do të jetë në gjykatën e posaçme të apelit për masën e sigurisë, ku do të mësojë nëse do të vijojë qëndrimin në burg apo do të lehtësohet masa e tij. Shumë njerëz tani, siç ndodh rëndom të net nderuar teleshikues, në atë dheun ku ne jemi, thonë tani Erion Velia lirohet nesër. Ka të tjerë që thonë nuk lirohet, ka të tjerë që thonë edhe lirohet edhe nuk lirohet. Këtë gjendje kemi në momentet që ne po ju flas, po përpiqemi të komunikojmë me ju. Ndërkohë, ne do të përpiqemi të themi disa gjëra, ç'do ndodhet, çfarë ka ndodhur deri tani, po dhe për masat që zoti Velia i ka filluar të marrë, masa të forta, duke sjellë dhe amerikan këtu, kanë ardhur avokatët e Amerikës, zoti Pano. Se ti kam paguar. Po, Amerika tani luan një rol të rëndësishëm, mendohet që të luajë rol të rëndësishëm në Shqipëri dhe nga Amerika po thriten shumë njerëz. Edhe janë të gjithë të Trumpit. Tani ndërkohë një luftë e madhe deri tani është zhvilluar me sulme të ashpra ndaj prokurorit Orsi Dado, më folni, nuk është lënë gjë pa thënë për të, dhe gjyqtarit të parë që e la në burg Erion Bani. Nesër do të jetë një gjyqtar tjetër që ka dhe akuza nga opozita, që thonë që ka marrë miliona euro, thosh, opozita, media opozitës e të gjithë, por a i ndonjëherë dhe pa miliona pa gje, bam të bien kokë si ka rënë Sajmir Tahirit, se ky i ka kanë dëgjuar. Gjyqtarët e apelit ende nuk kanë sulmuar si shtanë për këtë, kjo pjesa e medias, media që bën sulmet e gjithë, por PD-ja ka sulmuar ndërkohë opozita deri tani, sepse nuk e din dhe qëndrimin. Pritet qëndrimi deri nesër dhe fillon sulmi ose mbrojtja. Për diskutuar për këtë çështje, në pjesën e dytë, më falni, unë do të jem me zotin Blendi Klosi, erën e kaluar ne kishim studio zotin Flamur Noka, sekretar për sekretar kemi thirrur, zotin Flamur Noka bëri një rezume të gjatë dhe tregoi këtu te ne 26 koalicione. Më fal, koalicione tash. Një koalicion me 26 parti, se thash 26 koalicione dhe unë. 26 parti tani që janë mbledhur aty dhe do ta dërmojnë opozitën dhe ne kemi thirrur sot pikërisht Blendi Klosin të shikojmë edhe është tremur nga koalicionet, po të na thotë edhe gjëra të tjera. Pjesën e dytë do jemi aty. Ola Xhama është sot gazetare që gjithmonë them unë, mund mos e them këtë të gjatën tani në gazetare këtu në Mecënet që bën programin e tjera. Pano Soko, bashkëkretari i Nisma Thurje, por edhe gazetar më së shumti nderuar të shikues, unë vazhdimisht ja u them këtë, se këtë janon ky, Pano nga gazetari. Edhe nuk bën keq sepse nesër prapë këtu mund të përfundojë. Siç ndodhin ngjarjet. Tani është Nisma. Antona Bileka, analist, ky nuk kalon në për parti politike në për këto. Këtu ka mbetur në këtë vend, në këtë detyrë, siç ka mbetur dhe unë gjithkohën. Gjeveri Xhabina, gazetar, Kronos TV, bashkë me Olën, faleminderit shumë. Në lidhje direkte, ne do të kemi avokatin e njohur Sajmir Vishaj, të cilën do ta pyes në fillim. Ju e keni avokatin apo jo? Dhe në qoftë se nuk e keni, do ta bëni gati sepse e kam pothuajse në fillim. Avokati i cili do të flasë përgjithsisht me gjuhën e ligjit. Ma gjeni avokatin. Në studion 2 do të ndihmoj një njeri, Adriana Kalaja, avokate, aktiviste, faleminderit shumë. Faleminderit për ftesën. Për fat të mirë, unë ju kam thirrur edhe pse jeni avokate, por edhe sepse jeni një njeriu më qendrëstar, keni qëndruar aty te Bashkia e Tiranës ditë natë, derisa në fund edhe në studion time e the erën e kaluar kur ishim, më është bërë qefi shumë edhe the. Domethënë më në fund më realizua një aspiratë të gjitha, edhe unë do të bëj disa pyetje që sot do t'i drejtoj. Edhe prit më thonë se nuk po lidhem dot, s'ka mundësi të mos lidhem me avokatin. Kështu mund të bëni përpjekje sa më parë dhe këto beshin më përpara se të fillojë emisioni. Lidhje me avokatin, lidhje me tjetrin. Hajde. Por tani ne të ndjekim çka ka ndodhur tani në fillim. Ka ardhur avokati i Amerikës dhe ai ka vajtur, ka vizituar Erion Velia në burg dhe ka folur. Sapo ka dalë jashtë, avokati ka folur. Ja të ndjekim çfarë ka thënë amerikani. Ai ka thënë ndoshta shumë gjëra, po ne kemi zgjedhur diçka dhe ju ndiqeni tani. Sinkron. Avokati i Amerikës. Emri im është Joshua Roberts.
Jam partneri një studioje ligjore amerikane që këshillon kryetarin Veliaj dhe jemi në dieni për arrestin e tij prej datës 10 shkurt. Jam këtu në Shqipëri vetëm në rolin e vëzhguesit. Në Amerikë, sipas kushtetues dhe ligjit, akuzat penale ngrihen vetëm në bazë të një shkaku të arsyeshëm kur të jetë kryer një krim dhe qytetarët që përballen me akuza penale mund të ndalohen para gjyqit vetëm nëse paraqesin rrezik arratisjeje ose rrezik për shoqërinë. Ndikimet e caktuara në afat dhe pa akuza penale dhe kriteret për rreziqe veçanërisht për politikanët janë në kundërshtim me sundimin e ligjit dhe demokracinë në SBA. Nesër unë do të vëzhgoj argumentet e apelit në lidhje me lirimin me kusht të kryetarit Veliaj. Nuk do t'i përgjigjem për asnjë pyetje apo të bëj një vërejtje të mëtejshme sot. Po duhet dalësh avokat urgjent. Se jemi në live. Avokatin, po më me avokatin. Fole pak me avokatin. Tani, riverifikoni dhe njërë se sa po komunikova me avokatin unë dhe e verifikoni që të jetë në lidhje. Tani, Veliaj si që ndoqit ka marrë gazetar të Amerikë, kështu më falni, edhe unë kam filluar të flasë. Edhe gazetar Amerikan. Kam marrë avokat nga Amerika. Tani ju do të më shpjegoni si e kuptoni ju këtë gjë, andimon avokat Amerikan për çështjen apo i merr Veliaj për të impresionuar gjykatën me Amerikanë. Se njerë këtu një avokat ju në tonë se ti ke kohë më shumë në media, Spartak Njela, avokati ditur Spartak Njela që kemi ne këtu, bëri njerë si avokat Amerikan në studio. Unë ngrit, filloj të lëviste, dhe bëndi si qasjen që bëjnë Amerikanët. Pam, i tha, gjyqtari ullu atje, se të marrë në djerja është ta, parla e mënimi fundit, i tha, avokati tonë se kanë model tjetër ata komplet. Tani kush do filloj pari nga ju, si mendoni tani, si kuptoni ju këtë lëvizje? Ndihmohet kështu Erion Velia me këte, apo ka ardhur për thjesht për treguar që është një Amerikan këtu? Kush kupton Veliaj, po? Ata thanë jemi konsulent Erion Veliajt, duhet dhe ky status është një status shumë dyshimt. Se çfarë konsulencë mund të japin Erion Veliajt? Jo, në fillim thotë ne jemi studio jonë është studio konsulent e Veliajt dhe ai ka status në vëzhguesi. Pra, Veliaj ka një studio konsulente nga më të mëdha në Amerikë, e cila si pas të dhënave që ka punon vetëm me kompanitë të mëdha ose me individ shumë të pasur, dhe këshillon dhe kryetarën e Bashkisë Tiranës. Kjo është një shenjë që në fakt të bën pesimist, nuk të bën optimist. Sepse përveç se tregon për lidhje okulte, të pashpjeguara dhe të pashpjegueshme që ka një zyrtar i lartë i Shqipërisë, me një zyrë konsulence, një zyrë avokatie shumë të madhe amerikane, tregon edhe që të bësh drejtësi me këta njerëz që kanë këtë pushtet dhe këto lidhje është shumë më e vështirë se sa me gjithë tjerët. Sepse të bësh drejtësi me këta, nuk do të përplasesh vetëm me këta dhe me avokatët që ata kanë në Shqipëri, por me gjithë lidhjet e tyre që ata kanë sponsorizuar me para të padeklaruara ose me mënyra të tjera, me interesa, deri në Shtetet e Bashkuara ose në Europë. Në përgjithësi ata përdoren Shtetet e Bashkuara sepse fjala Shtetet e Bashkuara ka më shumë ndikim në Shqipëri. Kështu që kjo të bën pesimist, imagjino tani që kemi një SPAK i cili në ditën e parë që e ndaloi Veliajin u përball me presionin e kryeministrit, duhet të lidhesh, me presionin e grupit parlamentar të PS-s, me presionin e medjave që i kontrollojnë ata, me presionin e bizneseve që kontrollojnë ata, dhe tani vjen edhe nga Amerika, një studio ligjore e madhe amerikane, e cila po nesër do e vëzhgues, por pastaj mund marrë dhe çështjen në dorë dhe ta ndërkombëtarizojë. Vetëm të lutem. Më kalo mua, tani avokati e mora unë këtu me fytyrë, me figurë dhe me zë, dhe më thot nuk lidhem dot. A mund ta lidhni në këtë mënyrë që po lidhem unë, se është shumë e palogjikshme kjo. Tani më doli avokati, mua. Është një gjë shumë e thjeshtë për të bërë. Pra është një betej shumë e pabarabartë, e cila të bën pesimist për mundësitë që ka SPAK-u për të goditur krimin në nivele shumë të larta, atë që kemi kërkuar vazhdimisht nga SPAK-u. Kjo që po tentohet në fakt është një lloj presioni që po i bëhet sistemit të drejtësisë dhe gjykatës apelit përpara shqyrtimit të masës së sigurisë kryebashkiakut të Tiranës Erion Veliaj një ditë përpara. Dhe fakti që përfaqësuesi i studios ligjore Kasovic, Benson and Torres
tha që unë do jem në rolin e vëzhguesit, kishte një nën tekst i cili nënkuptonte që jo vetëm do shoh se si respektohet procedura dhe e drejta nga ana e personit të dyshuar për veprat penale të korrupsionit dhe të pastrimit të parave Erion Veliaj, por edhe që sytë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës janë tek ky proces gjyqësor. Po të kemi parasysh backgroundin, pra sferën që ka studio ligjore Kasovitz, Benson and Torres, Mark Kasovitz ka qenë një nga avokatët e presidentit aktual të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, zotit Donald Trump, dhe ai ka asistuar edhe në disa çështje ligjore që kam patur të akuzuar presidentin Donald Trump gjatë mandatit të tij të parë, gjatë viteve 2015 dhe viteve 2017. Megjithatë, ajo që doja të thoja është që studio ligjore është një studio e cila renditet në listën e studiove më të kërkuara në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por fokusi i saj nuk janë çështjet penale, por janë çështjet e të drejtës tregtare dhe çështjet e arbitrazhit ndërkombëtar. Po ashtu është një nga studiot ligjore më të paguara në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku paga e partnerëve të kësaj studio ligjore shkon nga $250,000 deri në $450,000 në vit, ndërkohë që tarifat mesatare të çështjeve që ata marrin përsipër për një çështje variojnë nga më e ulta në $500,000 deri në $2 milion. Ndërkohë që honoraret për orët e punës të kësaj studio ligjore janë nga $1,000 deri në $10,000. Në orë. Në orë. Në orë. Edhe njërë nëse është mundur me avokatin. Okej. Atëre, më ndihmo me zonjën Kalaja, me që është avokate zonja, e nderuar. Edhe me zonjën Kalaja nuk ka mundësi të lidhemi? Ka mundësi, po. Atëre, zonjën Kalaja, nesër është gjyqi ndaj Erion Velisë për të mbetur në burg apo për të marrë një mas tjetër. Tani, a mund të mësoj të di unë nga ju, si atë mendoni ju se janë arsyet i prokurorit e duan në Veliaj në burg? Çfarë rrezikshmërie paraqet ai? Pse ka rrezikshmëri sipas jush? Nëse do më lejosh, i nderuar, së pari në raport me avokatin që ka ardhur nga Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe që po na pompohet kaq shumë sepse zoti Veliaj ka marrë këtë avokat, unë dua të ngre 2 probleme kryesore, pastaj për të kaluar tek pjesa tjetër. Së pari nga aspekti formal procedurial, jurisprudenca shqiptare nuk lejon dot që një avokat i huaj të marrë pjesë në një proces aq më shumë penal, nëse nuk njifet licenca në territorin e Republikës së Shqipërisë. Në këtë kuadër, unë mendoj se kjo më tepër bëhet për të ushtruar një lloj trysnie ndaj gjykimit të nesërm, se sa efektin juridik që ka ardhja e një avokati të këtij potenciali apo të këtij formati. Aq më shumë që vetë avokati e prezantoi veten në rolin e vëzhguesit. E dyta që unë dua të ngre. Avokati amerikan thoni ju? Po, avokati amerikan nuk mund të marrë pjesë si avokat i Erion Veliajt, sepse nuk e lejon statusi i përfaqësimit ligjor në një çështje, sidomos në një çështje penale. Po vëzhgues çfarë pune të bëj këtu? Prandaj thash, duke qenë, unë mendoj se duke qenë në tagrin e një vëzhguesi apo të një konsulenti që mund të jetë zyra e tij, mendoj se më shumë bëhet kjo buja e presioni
publik apo mediatik, se sa ka efektet ligjore të përfaqësimit në një proces aq më shumë penal. Ajo që mua më bën përshtypje, dua ta them këtë në fakt, është fakti se nëse sipas publikimit që ka bërë deputeti Petrit Vasili dhe deputetja Erisa Xhixho, prej më shumë se 3 javësh apo 1 muaj, kërkojnë takim me zotin Meta, takim i cili nuk i mundsohet, më falni, dhe nga ana tjetër na bën shumë përshtypje se si organizohet takimi midis Erion Veliajt dhe avokatit i cili sapo ka ardhur sot nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Për të kthyer tek pyetja që sapo më bëre i nderuar zoti Rakipi, unë mendoj se nesër nuk ka asnjë lloj mundësie ligjore për lehtësimin e masës ndaj Erion Veliajt. Këtë e shikoj në 2 aspekte. Së pari, Erion Veliaj përpara se të merrej masa e sigurimit personal, në mbledhjen e Këshillit Bashkiak ka bërë një deklaratë shumë të rrezikshme, po që për mua është një nga ato momentet për cilat edhe Spaku ka kërkuar masën e arrestit në burg, sepse deklaroi që është interesuar për kallëzuesin Nesti Angoni në gjendjen civile dhe ka deklaruar se Nesti Angoni nuk ekziston. Vetëm kjo deklaratë në aspektin ligjor është një mënyrë se si për ta fshehur, për ta intimiduar, po. Patjetër, por është dhe një mundësi se si në perspektivë ky person mund të intimidojë dëshmitarët dhe është një rrezik serioz për intimidimin e dëshmitarëve dhe pozicioni publik që ka patur përpara arrestimit ka një potencial të rrezikshëm. Jemi okej, do vjojmë të jemi edhe më pas bashkë. Po, të lidhem një moment me avokatin. Unë mendoj që kjo është arsyeja kryesore për cilën nuk do ketë lehtësim mase. Nuk do ketë lehtësim mase, është kjo arsyeja kryesore të ju? Po. Për cilën unë fakt kam depozituar dhe një kallëzim penal të nesërmen e deklaratës së këtij fakti penal. Do të jemi më pas bashkë. Më ndihmoni me avokatin në lidhje, lutem. Allah, avokat do me thënë ti si kur... Nuk e di që po ndodhë, shka ndodhë në njërë. Angë me sy. Ka ngërë me sy. Nuk e kuptoj sepse edhe në planet... Nuk e di ju për shikoni, apo... Jo, jemi në regull tani. Po dhe në planet tjetër të kështë qenë, nuk do kështë ndodhur kjo. Atere... Unë nuk shikoj, vetëm po më shikoni, urda. Jemi sa më të koncentruar në të qartë bashkë. Pra, nesër zhvillohet gjyqi për Veliajn për të mbetur në burg apo për të patur një mas tjetër. Tani, mendoni ju, të njëjtën pyetje që i bëra zënjës Karaja pak më përpara, cilat janë arsyet që prokurorët e duan e Veliajn në burg, pavarësisht si mund veprojë gjykata. Çfarë rrezikshmërie paraqet ai edhe një herë? Prishja e provave, ratisje, sulme ndaj drejtësisë e tjerë. Çfarë është për ju? Ju jeni një avokat me shumë eksperiencë tani, me shumë përvojë. Çfarë është rrezikshmëria e Veliajt për ju? Atere, mi mbrëma, nga anë organit procedus tash më ndihet që janë të 2 prokurorët do të jenë në seancë gjyqësore. Dhe gjyqtari që është saktuar, të cilët nuk po i bëjnë sulme, po një nga prokurorët është luajtur taktikisht gabuar dhe dalja e një tash u quajtur avokat sot në skenë, është akoma lloj presioni që vazhdon mbi drejtsinë. Avokat amerikan e keni fjalën ju? E keni fjallin për avokat në Amerikës, avokat? Po pra, nuk e dim se çfarë është. Amerika, ka në Amerika? Po nuk e dim si ka fluturuar ai e di punën e vetë. Por, kjo nuk është çështje avokatie. Po. Nuk është çështje avokatie dhe asnjë avokat nuk dëshiron dhe të thotë jo për zoti Veliaj, po për 6.000 që mbahen të paraburgosur ose të burgosur edhe për ashash ndodhe sot në burg. Unë nuk e di çfarë standardi ka mbajtur drejtoria e përgjithshme e burgut duke lejuar një tash quajtur avokat, sepse
e drejta jonë e njeh që së pari duhet të jetë një avokat shqiptar dhe amerikan apo kinez duhet të jetë i dyti, së pari duhet që diplomet dhe statusi të njëjtë nga Ministria e Arsimit për të bërë ekuivalent licenca dhe leja e dhomës të avokatëve të Shqipërisë ish dhoma kombëtare. Pak këto një i ashtuar avokat i amerikan nuk mundet sepse po të çoj një prokuror minimalisht të prokurorët e procedimit, pasandaj të lejohet aq më tepër të dali të na bëj moral përpara dyrës të burgjit. Unë jam shumë i indinjuar që Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve është bërë si trau i doganës, lejon këdo, ndërkohë që dje Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve nuk ka lejuar një të dënuar për 5 gram ashash të marri pjesë në varimin e babait të tij. Pra deri këtu kanë arritur një dënuar në Poshkruj, në burgun e Poshkrujës, nuk ka arritur të jepë një grushme edhe babait. Ndërkohë që vinë tjetëri takon, është e drejtë e tij. Ne është e dytë apo e tretë që na ndodh që na vinë avokatë huaj, po gjithmonë duke mbartur licencën edhe duke avokati amerikan nuk ishte të drejtë të takonte veliajin toni ju? Jo, ka arsye. E para njerë duhet të dim është avokat dhe të gjej miratimi nga Ministria e Arsimit, e dyta të marrë autorizimin e dhomës së avokatëve kombëtare. Vllai i Erion Veliajt, avokat, ka deklaruar sot që avokati ka ardhur dhe ai e ka paguar. Autorizimi nga dhoma avokatisë e merr se Maksaxhia është avokat. Nga dhome më thotë kolegu këtu që kjo autorizim merret se Maksaxhia është avokati i zonjës së Erion Velisë dhe ai lëshon autorizimet. Dhe duhet ta ketë autorizimin. Po pra, edhe një, në qoftë se nuk kjo çështje që është nesër, të durojmë piqet deri nesër, nuk është çështje avokatësh. Nuk mundet askush një avokat të dali mbi pushtetin gjyqësor që është drejtësia. Nesër dhe emri gjyqtarit që është saktuar, është nga gjyqtarët që ka kurajo, dhe ne duhet ta lëmë të qetë. Për masën e sigurimit nuk ka ndryshim arresti burgut, arresti shtëpisë apo detyrim paraqitje, sepse të gjitha këto kërkojnë një dyshim. Kërkojnë dyshim të bazuar në prova. Jam shumë okay. Avokat, jam shumë okay me gjitha këto i thua ti. Por kemi të bëjmë me një moment të rëndësishëm. Është në burg një njeri shumë i rëndësishëm i magjorancës së sotme, kryetari i Bashkisë Tiranës. Pra, prandaj unë po ja u shpjegoj. Si avokat uroj që të dali sa më shpejt dhe të filloj funksionet e tij. Nesër është një provë madhe apo jo? Për sistemin. Si avokat. Por në rastin konkret, një njeri që nuk njeh legjislacionin shqiptar nuk mund të thotë publikisht që unë jam në rolin e vëzhguesit. Kush që nga ky i fortë që do jetë në seanca sigurimit përveç palëve në proces dhe gjyqtarit dhe punojësit e rendit, nuk merr pjesë askush. Nuk mund të ngrësh këtë lloj pluri artificial që unë do jem vëzhgues. Cili është ky që do bëj vëzhgimin në seancë që nuk lejohet. Askush përveç me palë të legjitimuar. Drejt avokat tani po gjatë dhe ka ndryshuar se Amerika të Trumpit të gjitha këto. Është me letë të fluturosh në oqeani. Shumë e vështirë. Janë 18.000 avokatë, nuk është çështje avokatë. Ne na vjen të mirë që përfaqësohemi nga kryetari i dhomës të avokatisë Bashkortja, po duhet ta kishte bërë të punë që në dhjetor, që në momenti u mor celulari. Në pikpamjen tuaj, avokat, në pikpamjen tuaj, si është mbrojtur Erion Veliaj deri tani? Ma thuaj shkurtër, dhe sa më thjesht, cilat janë argumentat e tij për të dalë nga qelia nëse kemi? Si ka mbrojtur? Nuk ka lidhje me qelikën. Nuk është çështje qelie apo avokatë. Unë po ja shpjegoj. Që në momentin që ai mori drejtorin e magjistraturës për avokat, këtu ndryshon e gjithë pjesë e sistemit, sepse drejtori i magjistraturës mjafton që një gjyqtari apo prokurori i thotë, hajde lektor në magjistraturë dhe lecush, është një avokat drejtori në magjistraturës, ë? Se në rasti konkret nuk ka të bëjë me qelin, tu ka të bëjë me politikën edhe këtë qeverisje. Ma thoj me zë, se s'ka problem. Ermir Beta është avokati i zotit Veliaj.
Po pra, është... Ja, është zoti Rakibi. Është e njëjta studio e cili mjafton ti thuash do të marrë letësus... studio e zotit Rakibi, dhe ju bëni lidhjen. Po ai ndoshta ka të drejtë. Rakibi o të vazhdoj drejtuesi magjistraturës. Se ashtu mund të ma futesh dhe mua ti pastaj Rakibi dal dhe unë. Dakor. Atëre, sipas jush, avokat, për ju, në pikpamjen tuaj, si është mbrojtur Veliaj deri tani? O do lihet mas, të lutem, o do lihet pa mas sigurimi, pa mas pra të mos kemi dyshime të ky person, ose çdo lloj mas tjetër krijon dyshim të bazuar në prova. Edhe arresti i shtëpisë nuk i bën punë, ja e liroj gjykata në arrest shtëpi. As detyrimi për të paraqitur se përfaqëson dhe mua dhe ju si qytetar, dhe unë dëshiroj që ai të jetë pranë familjes, por në këtë lloj taktike është shumë e gabuar. Përdorimi i termit avokat amerikan apo grek, e kemi provuar Romonin dikur me avokatët që nuk sollën asnjë risi në gjykatën e lartë. Jo tash që ne kemi avokat të diplomuar në Amerikë, në Angli, në Itali, dhe askush nuk kujtohet për ta, por na fluturojnë nga Amerika që të vi një avokat, nga Amerika minimalisht se sa dollar do. Dhe këto dollar nuk duhet t'i ngatroj me taksa paguesi siç janë dhe unë taksa pagues i bashkisë. Kjo vin era që çdo të ndodh në të nesmen. Nuk ka betejë të humbur midis avokatëve dhe dy përfaqësuesve ligjor përpara një gjyqtari. Ku ka vetëm një problem. Duhet të dalë e vërteta, nuk këtë çështje avokatësh, apo çështje muskuj. Këtu ka problem, o ka një vepër penale... Po ju, avokat, faljo, keni të drejtë, po ju po flisin parim tani. Unë po them që për herë të parë në Republikën e Shqipërisë, në këto vite të pluralizmit, nuk është era e parë që një palë cila ka probleme me drejtësinë Shqipëri ka marrë një avokat amerikan. Është edhe një rast tjetër, është Emiliano Shullazi. Mund të jenë 2-3 raste, e kemi përboj të idhu që nga gjykata e lartë. Avokat, e themi me vonë bashkë. Po për nesër unë nuk shikoj në ndryshim se çfarë ka ndodhur këto 30 ditë. Po më vjen keq sepse bashkë me të janë dhe biznesmen që o do i lirosh të gjithë, ose në mënyrë individuale, pavarësisht se masat e sigurimit kanë karakter individual, por nuk këtë çështje avokatie dhe të vi një avokat e thotë që unë do jem vëzhgues. Jo. Edhe unë jam avokat penalist, nuk mund të marr pjesë. Avokat, tani unë ta bëj pyetjen ty se po t'jo bëj kolegëve këtu këtë pyetje tani që vjen tani, do duket sikur do hedhin fallën e këtu. Por ju jeni avokat dhe përveç që kuptoni nga që është ligji tani për Erion Veliajn, kuptoni dhe që është Shqipëria, gjendjen që jemi ne, që një gjendje konfuze është përsëri edhe pse ju e kuptoni luftat politike, spaku drejtin lufta që i betën nga njëra për nga tjetra palë tjera, sa janë gjasat që Erion Veliaj të lirohet nesër sipas jush? Mund të lirohet? Si avokat dhe me zemër temi të dalë që sot, por kush nga guxuar që ka marrë atë vendim, nuk është një vendim me afat 30 ditor që ndryshoj e njëta dosje është që në masën sigurimi shkallë e parë, e njëta dosje është për në apel, 1-1 janë gjyqtarët. Pra ju thoni që Erion Veliaj nuk del nesër? Unë jam pesimist në kuptim që nuk e futëm për 20 dit apo 30 dit. Kjo unë dëshiroj që ai të jetë për ambajzës vetë, por kur shikoj këtë lloj shteti që nuk jep leje një për të dënuarit të thjeshtë, nuk varos dot baban, këtu ndodh çudia. Na vinë dhe avokat, nuk është betej për avokatësh kjo nesër. Këtu është betej për dyshimin bazuar në prova. Dhe çdo vendim që do të merret mbi bazë asaj dosje. Nuk ka ndryshuar gjë. Që nga momenti nuk ka ndryshuar gjë thoni ju, por ja do ndryshoj gjyqtari dhe shkalla. Jo, po nuk gjyqtari flet në emër të pushtetit gjyqësor, të gjykatës së apelit, nuk flet në emrin e individit. Nuk është avokat gjyqtari. Nuk flet as në emër të organeve procedurës. Flet gjithmonë nëse vendimi i shkallës parë është i lishëm apo duhet refuzuar. Çdo lloj mas tjetër do të jetë gabim, sepse po ky gjyqtar bëri dhe zotin Berisha detyrim paraqitje.
Në momentin që ishe kërkesa për revokim mase, nuk duhet dilte mbi kërkesa, o të rëzonte, o të caktonte. Por jemi përpara një gjyqtari që nuk besoj ka një nivel të tillë. Ju thoni që jemi përpara një gjyqtari me integritet. Nuk jemi, sepse ky gjyqtar dhe për 2000 lekë të reja ka dënuar doktoresh 5 vite mos ushtroi funksion. Është situata shumë e vështirë. Edhe gjyqtarit duhet të jemi në krah, të gjithëve duhet, sepse kryetarët e bashkisë, kryetar partije, do vinë, por sistemi i drejtësisë në këtë lloj reforme ka humbur shumë. Avokaton, Ka humbur jashtëzakonisht shumë. Të falenderoj shumë që ndihmove. Ne konsiderojmë të humbur në këtë, po na kthehet pushteti inkuzator, jo akuzator ku e drejtë e mbrojtjes njëve. Ne nuk përfillemi më në këto procese. Pra që kohë sa pushtet janë të tilla që të jemi në 2025 në sistem inkuzator, është shumë e rëndë. Do të thënë, këtë lloj reforme ndërsia askush nuk e ka dëshiruar. Falenderoj shumë. Faleminderit Do juve. të flasim, do të shpresim nesër, dhe ne përsëri do të flasim. Kjo është detyra jonë që të flasim. Faleminderit, natë e mirë bashkë. Natë e mirë. Atëre, ka patër sulme të ashpra, ta hedhim tani këtu, edhe një pyetje që unë mendoj që është e rëndësishme, të ashpra ndaj Olc Dados dhe ndaj Erion Banit. Madje ditët e fundit e kanë shpallur edhe grek. Kanë shpallur këta. Si ke parti? Po ti duhet të shikosh se partia Thuria me këtë punë duhet merret. Thuria Gjeras edhe si gazetar. Me luhatjet psikologjike të personave që Kanë janë... shpallur dhe grek, për shumë. A është ky një mesazh dhe për gjyqtarin tjetër? Pra, që e presin të njëjtat sulme edhe këtë, se ne i thamë avokatit është pyetëm dhe avokatin e gjitha, ishtë një tha me integritet shumë gjyqtari e gjitha, por sulmet kanë qenë të panuarta, si që keni parë. Pra, mund të presim njëjtat sulme dhe për atë, si që kemi parë sulmet e mëdha për Olc Dado është bërë objekt. Mendoj që kjo është strategjia e mbrojtjes së zotit Veliaj dhe avokatëve të tij. Kam përshtypjen duhet të sulmuar prokurorin në mënyrë që ta kthejmë personale të gjithë akuzën që është ngritur ndaj zotit Veliaj. Kështu që kjo është strategjia që ata kanë zgjedhur për të mbrojtur. Momentin që bie prokurori, atëherë nëse bie prokurori, heq dorë prokurori çështjes, atëherë në një farë mënyrë zoti Veliaj të jepet e drejtë sepse prokurori e ka pasur personale me të dhe ja ku hoqi dorë dhe i gjithë ky hetim që është zhvilluar këtë vit sa i takon pasurisë, do të jetë nul. Unë dua të them që nuk është hera e parë që një person i cili ka probleme me drejtësinë në Shqipëri vendos të marrë një avokat amerikan. Kemi rastin e Emiliano Shullazit, i cili në mos gaboj 2 ose 3 vite më parë vendosit marrë një avokate amerikane për në mënyrë që të përballet me drejtësinë shqiptare më mirë, por nuk pati asnjë efekt mbi drejtësinë shqiptare, nuk pati asnjë efekt mbi gjyqtarët, nuk u kompleksuan gjyqtarët se në Shqipëri erdhi një avokate amerikane. Kam përshtypjen që kjo faza e kompleksimit nga një avokat amerikan, kam përshtypjen që drejtësia shqiptare dhe kryesisht gjyqtarët dhe prokurorët që janë në prokurorinë e posaçme e kanë të kaluar. Djali i ri, ti mos e thuaj me plot. Unë them mbi eksperiencën që kam parë deri tani. Sigurisht që ju keni eksperiencë më shumë se sa unë. Po, unë kam parë me thënë Amerikën, ti e shikon Amerika tani. I njihni më mirë. Për shumë, po të thotë mund të ndryshë Elon Musk, po themi për një çështje të këtë lloji të gjitha dhe ti çfarë do t'i bësh? Edhe avokati që vjen aty me këtë pushtet vjen, unë tha, ai shpjegoi rregullat amerikane këtu. Po në fakt... Kemi kod penal dhe në fakt... Kemi kod tjetër, zoti Rekimi. E drejta penale në Shqipëri me të drejtën penale të modelit Po pra ndryshon se ta spjegova se me avokatin ton, të ditur që u ngrit aty dhe tha gjëra si amerikanë dhe ata donin ta nxjerrin jashtë. Kështu që unë nuk di që të ke ndryshuar... Nuk dim ç'ndodh me këta amerikanë tani. Për ta mbyllur, nuk di që të ke ndryshuar, po them, pozicioni i prokurorisë në raport me zotin Veliaj. Po kam përshtypjen edhe i gjykatës, sepse gjykata e shkallës parë ka vendosur mbi 3 gjëra kryesore që janë rreziku i prishjes provave, dhe për kjo ka qenë arsyeja pse ka çuar në burg gjykata, po si zoti Veliaj është kryetari i Bashkisë së Tiranës dhe kishte në dorë që të prishte provat, dhe çfarë do të ndodhi nëse zoti Veliaj nesër
lirohet dhe vendoset një masë sigurie detyrim paraqitje, po them, dhe ai shkon të pasnesërme në zyrë, ku në të njëjtën kohë prokuroria e posaçme ka dhe disa hetime të tjera për të, si çështja e incineratorëve, ndrageta, 5D apo dhe çështje të tjera. Rreziku për dalë jashtë vendit, në çdo rast zotit Veliaj nëse i jepet një masë detyrim paraqitje sigurisht që mund të largohet nga vendi, dhe një ndër arsyet që ka argumentuar gjykata në shkallën e parë ka qenë edhe pjesa se zoti Veliaj nuk është penduar në momentin që ka intimiduar një oficer të byros kombëtare të hetimit dhe duket që nuk ka reflektuar pasi edhe nga statuset në Facebook ai vazhdon me të njëjtin ritëm duke goditur oficerin e BK-s me emër mbi emër, por edhe prokurorin e çështjes dhe zotin dhe gjyqtarin e shkallës parë. Apo biografinë e BK-s. Edhe një jo, edhe një gjë zoti Rakipi, çari dilte 100% grek. Zoti Rakipi, edhe një gjë tjetër. Ja gjenti asfalis. Te pjesa e grekëve ishin te pjesa që nxjerrin grek janë mediat në dispozicion të zotit Veliaj, të cilat bëjnë këto të themi thurin këto lloj situatash. Ndërkohë që me agentin e byros kombëtare të hetimit, zoti Veliaj është prehur drejt për drejt. Ai ka qenë aktivisti i PD-s, merret me notat dhe diplomën e prokurorit Orizado, pra ka një intimidim shumë të madh edhe në artikulimin publik të vetë zotit Veliaj. Kështu që pyetja që lind është, nëse është ky qëndrim që ka Erion Veliaj ndaj prokurorit të çështjes, çfarë tremba atë që të merret me dëshmitarët, të cilët janë shumë të rëndësishëm dhe me vlerë për prokurorinë sa i takon hetimeve. Nëse ai publikisht bën kaq, imagjinoni jo publikisht çfarë bën. Jo publikisht. Rakipi duat sjellë. Publikisht e ruan pak etikën ndaj prokurorit, gjyqtarit, dëshmitarëve e tusit. Imagjinoni tani çfarë bën në një bisedë personale. Qartë. Zoti Rakipi duat sjellë edhe një analogji tjetër se çfarë do të ndodhi me hetime të ngjashme që ka prokuroria e posaçme në raport me subjekte të tjera siç janë Ilir Meta apo Ilir Beqaj. Kanë të njëjtën akuzë si zoti Veliaj, korrupsion edhe pastrim të parave. Çfarë do ndodhi nëse zoti Veliaj shohet masa nesër, i lindet drejta që të gjithë ata subjekte që janë në hetim nga prokuroria e posaçme, unë përmenda 2, po mund të jenë dhe më shumë, ata me të drejtë, por edhe në debat publik pastaj do i bie që spaku i ka mbajtur në burg kot dhe mbi ta akuza e korrupsionit dhe pastrimit parave nuk është ngritur siç duhet. Pano tani avokati erdhi i Amerikës e gjitha foli aty që dëgjove ti. Çfarë mendon tani ti si do vej kjo? Shiko, mua më duket sikur Erion Veliaj, nga të gjitha gjërat që po bën, duket sigurisht i interesuar që të vazhdojë të rinë në burg, sepse mënyra se si ai po sillet në këtë çështje, po. Është sigurisht i interesuar për të qëndruar në burg, sepse ndërkohë që ai akuzën kryesore pse është në burg, sot e ka për intimidim të agentit të BK-s, prokurorit dhe frika për intimidimin e dëshmitarëve apo për prishjen e provave. Çfarë bën Erion Veliaj? Gjatë gjithë kësaj kohe e intensifikon intimidimin deri në nivel personal. Derisa i thot prokurorit në status publik të shohësh ti çfarë do të bëj unë. Më kupton, unë se kuptoj, çfarë mund të bëj Erion Veliaj? Nëse do të ishte dikush tjetër i cili nuk ka pushtet, kjo gjë mund të ishte kaluar thjesht për retorik, nuk e di, nervash, emocionesh, etj. Por ai është një njeri me pushtet. Gjyqtari patjetër që duhet ta marrë parasysh këtë gjë. E ka intimiduar publikisht. E dyta, Erion Veliaj është sot në gjyq për vjedhje, zotëri. Çfarë bën? Shkon dhe merr një ndër avokatët më të shtrenjtë në Amerikë. Korrupsion dhe pasim parash, po. Bravo. Me ishten, po i vllai e ka Dhe ti merr një ndër avokatët më të shtrenjtë të Amerikës. Vllai jot që është pasuruar kur ti ke qenë kryetar bashkie. Sa atëherë u pasurua vllai. Dhe është i lidhur tek çështja e këtij. Dhe vllai. Dhe çfarë bën? Në hetim. Po është në hetim, është i lidhur, aty është person i lidhur. Dhe çfarë bën? Ky është akuzuar për vjedhje, shkon dhe merr një ndër avokatët më të shtrenjtë të New Yorkut. Tani, ndër më të shtrenjtë është $10,000 ora, ylli. $10,000 ora. Në një orë merr $10,000. Ti e kupton tani për çfarë bëhet fjalë?
Dhe ky e bën, pra duket sikur ky po lufton që ti mbushi. Duhet parë ajo ora mos është më e shtrenjtë kur është në burg. Ore, më fal. Jo, në fakt kjo si studio ligjore ka qenë gjithmonë ndjes që të ndërpres. Kjo është për pjesë e padive edhe madje për shuma më të fryra që i ka faturuar klientët e saj. Sepse është ndër më të shtrenjtë. Dhe ka shumë çështje ligjore që për një çështje të vetme, vetëm për të kundërshtuar një masë në gjykat, e cila ka qenë vetëm 2 ditë punë, është faturuar kompania në vlerën $2 milion dhe ata kanë bërë më pas pa di për të rrëzuar vlerën e faturës që kjo studio ligjore po flasim, imagjinoni çfarë shifrash po flasim. Tani ti je akuzuar, ti je një funksionar publik i akuzuar për korrupsion dhe shkon merr studion, një ndër studiot më të shtrenjta të New Yorkut. Kjo, për mendimin tim, nuk ka gjyqtar që i mbyll syt para kësaj. Nuk ka gjyqtar sepse nuk i mbyll dot syt përpara këtyre dy fakteve. I ka rënë bomba tani. Treta, po flasim për Erion Velia, zotëri. Shiko, Erion Velia akuzohet, inceneratori, 135 milion euro. Ndrageta, 180 milion euro. 5D-ja, 30 milion euro. Pastrimi i produkteve penale dhe hetimi pasuror është çështje që përfshin rreth 150 milion euro aty brenda. Teatri, 120 milion euro. Janë 600 milion euro në të cilat emri Erion Veliajt është aty. Si thua 600 milion se po bën kontratë. Vetëm për këto. 600 milion dhe s'pas ka 10.000 për në orë për të... Bravo. Pra, nëse... Edhe Eko Tirana, se ero. Edhe Eko Tirana. Se harova dhe Eko Tirana. Po. Eko Tirana pastrimi Tiranës? Është dhe Eko Tirana aty brenda. Pra, këtu po flasim për një person i cili ka qenë në historinë 30 vjeçare të demokracisë shqiptare, nuk ka pasur njeri më të korruptuar, më të akuzuar për korrupsion se sa Erion Velia. Të gjitha këto fakte gjyqtari ka parasysh. Ç'a thamë tani? Kështu që unë nuk kam më të voglin dyshim që Erion Velia do të vazhdojë të mbetet aty dhe sado që ta ruajnë, sado që ta duan, sado që të mundohen ta mbrojnë, Erion Velia e fatin e vet penal e ka të shkruar tashmë dhe do shkruaj aty ku takon. A bilege? Shiko, kjo është 10.000 euro tani, 10.000 dollar tani, kupton gjetjeve? Nuk po diskutoj fare këto se i kemi thënë këto të Veliajt. Ideja është kjo. Imagjinoni një spagun i cili është i ndarë në fraksione. Ne e dim të që. Se ka një fraksion madh në spag kontrollohet nga qeveria, nga pushteti. Ose të paktën e pranon bulizimin dhe presionin e pushtetit. Dhe një pjesë shumë e vogël të prokurorëve dhe në një gjyqtarëve të gjykos janë ata që më sfidojnë presionin nga pushteti. Nuk e pranojnë. Marrin vendimet, cilat janë vendimet cilat ne na habisin dhe i përshëndesim. Dhe vazhdimisht themi, çfarë ndodh me spakun, kush e kontrollon? A e ka apo jo pushteti, a e ka Rama këtë apo jo? Janë pikërisht ky grup i vogël që është aq i vogël sa nuk mund të çojë përpara shumë çështje. Dhe ky grup i vogël tani, ku përfshihen 2-3 prokurorë dhe gjyqtarë, janë 2-3 gjyqtarë, gjendet përballë një presioni sapo ndalon Erion Velia, arreston Erion Veliajn, gjendet përballë presionit direkt të kryeministrit, publik. Imagjinoni se publik, flasim ne për njëri si Edi Rama, që të merr në telefon për një lajm dhe të lëshon gjithë baterinë e asaj që ka dhe ne e dim të gjë. Imagjinoni sa është presioni publik. Mbledhet grupi parlamentar i Partisë Socialiste. Bëhet një tjetër seancë gjyqi për spagun. Pastaj marrën atë drejt rektorin e Universitetit Bujqësor. I bën një tjetër seancë gjyqi spagut. Pastaj i bën një demonstratë atje dhe nuk i çojnë policinë dhe i lën prokurorin e duar protestuesve nuk dilte dot shkonte në shtëpi. Dhe drejtoria e burgjeve nuk e pyet fare spagun se kë do takojë njëri që është në paraburgim, që është detyruar ta pyes. Si s'ndodh me Ilir Metën për shembull, që nuk e lejon të takojë njerëz. Drejtoria e burgjeve është e detyruar të marrë leje nga spaku, ku lejon një avokat, sigurisht, se është paraburgim ai. Është akoma leje të merresh nga spaku, nuk nga drejtoria e burgjeve. Pra të gjitha këto tregojnë se si këtu kemi një pushtet i cili e ka shtypur aq shumë pushtetin e drejtësisë sa mezi marrin frym 2-3 prokurorë dhe 2 gjyqtarë. Dhe përveç kësaj, kur e shohin gjithë të presion, ai u bën presion publik andaj. Dhe ta thonë, ç'na që është në burg ai, duke bërë presion publik ai çdo ditë, duke e sharë nga rob të shtëpisë tjetrin.
Ç'ne e thonë këta që është në burg? Në imagjino pasaj që më dëshmitarve. Kanë zjerë Ora News para një 2 ditësh një bised të Bushkës me Llagamin, deputetes me kryetarën e KLG-s, për i senatorë, thosh, kush është gjyqtar aty i radhës, kush është dezhur, se po na vitojnë të një senatorë, dhe ajo jep të emrat e kush është gjyqtarëve dezhur. E kupton çfarë bëj, çfarë ndikimi mbi drejtësi kanë këta? Atë shohim ne, është maja e icebergut. Pra në këto kushte, na vjen dhe zyra e avokatisë së Trumpit dhe bën një show përpara gjyqit, dhe ne nuk mund të themi më që ka drejtësi. Niveli pa drejtësisë bëhet aq i madh, se këta gjyqtarë dhe prokuror janë herojnë nëse japin drejtësi. Qartë, gjyqtari. Sepse një gjyqtar, po dhe një prokuror që kërkon, po një gjyqtar, Prokurorisht po ai. i cili gjendet, s'ka rëndësi, prokurori Ai dhe mund të tërhiqet për shkak edhe mund të ishe. Një gjyqtar që shikon që këtu bëka gjyqi, që Erion Banit, gjyqtarit tjetër, ju bë gjyqi, ju bë biografia, i doli emri në gjitha portalet dhe gjitha mediat që kontrollin këta. Dhe gjithë biznesmenët janë të angazhuar për të liruar Erion Veliejn. Pastaj bëjnë presionet nga më të ndryshme në gjitha llojet, mund zgjedh rrugën më të lehtë. Të mos bëj drejtësi. Qartë. Pra, këtu nuk mund të themi që ka drejtësi. Këtu drejtësia është si pasojë e kokrisjes së disa njerëzve, jo e vullnetit të një pushteti. Nesër ne do shohim një provë. Se ky pushtet i ka mbytur ta. Nesër kemi një Kjo është kokrisje. Qartë. Po nesër do shohim një provë gjithsesi. Nesër është prova sa kokrisur dhe gjyqtarëve, të po themi ne. Të gjithë ne po themi që gjyqtari në gjithë të presion është aq kokrisur themi sa dënoi Samir Tahirin. Ky po do ketë të njëjtë kokrisur. Me që e the kush është gjyqtari? Sekondari është një Gert. Jo, një minutë. Një minutë, ta bëj pyetjen. Para se të bësh pyetjen, mund të them diçka në kontekstin e shantazheve mediatike që përdoren ndaj prokurorit dhe gjyqtarit? Patjetër. Situata bëhet e rëndë, sepse te disa lajme që kam lexuar, ata nuk merreshin vetëm me gjykatësin dhe prokurorin, po merreshin dhe me familjar dhe njerëz të afërm të gjykatësit dhe prokurorit, pra zotit Erion Bani dhe zotit Oris Dado, por i kishin hyrë aq thellë sa tregonin dhe emrat e gjyshes, tërgjyshit, si i kishin ndryshuar, dhe në rastin që një prokuror ose një gjykatës është përpara marrjes së një vendimi, nuk peshon më vetëm koston vetjake që do të ketë, po dhe koston e familjarëve të tij, edhe koston e njerëzve të afërm të tij, të cilët pa pritur mund të bëhen dëm kolateral i profesionit dhe mendimit dhe bindjes së tij personale se si jep drejtësi edhe shqyrton një ankim masë sigurie. Kush është gjyqtari për masën e sigurisë nesër ndaj Veliejt, zhdim për të. T'ja themi njerëzve fare thjesht shkurt e sakt. Çfarë ka bërë ai deri? A ka gjykuar çështje të bujshme? Ka gjykuar çështje të bujshme. Emri. Enigert Pollumbi është gjyqtar. Po që se i kemi e shohim aty. Është gjyqtar në gjykatën e apelit të posaçme, prej disa vitesh aty në fakt. Ai ka gjykuar çështjen e ish-ministrit të brendshëm Erion Veliejt, i cili është Samir Tahiri. Është pikërisht ky që Samir Tahiri. Dhe ruar të shikoj se shky gjyqtari, Enigert Pollumbi, i cili ka gjykuar çështjen e ish-ministrit të brendshëm Samir Tahiri, i cili u dënua nga ai duke hequr edhe mundësinë e zotit Tahiri për t'ia ndryshuar dënimin me burg në shërbim prove. Ai ka qenë personi i cili i hoqi nenin 59 dhe Samir Tahiri shkoi në burg, gjithashtu ai është personi i cili e riktheu Sali Berishës një masë sigurie, pasi gjykata e posaçme vendosi t'i heqë arrestin në shtëpisë, e cila vendosi ta lërë pa një masë sigurie, ai vendosi ta rikthej në një masë sigurie duke u paraqitur 2 herë në muaj në prokurinë e posaçme. Kështu që ky gjyqtar ka treguar që në momente presionit më dha ka ditur t'jap një vendim bazuar në prova dhe fakte. Kështu që kam përshtypjen që këto 2 raste tregojnë se sa mund të intimidohet një gjyqtar si Enigert Pollumbi. Kështu që duhet pritur edhe pak, ju e thatë që nesër është dita e madhe e provës, por duke patur parasysh se çfarë ka ndodhur deri në këto momente, me këto raste që unë tregova, por edhe me arsyet pse prokuria e posaçme kërkon ta mbajë në qeli
zotin Veliaj, unë kam përshtypjen që Erion Veliaj do ta ketë shumë vështirë që të ndryshohet një masë sigurie, aq më tepër që do të hapet edhe një precedent për raste të tjera me të njëjtat akuza. Qartë, e thatë ju. Atëre, Kalaja, ndihmoni lutem? Po, jam shumë dakord. Po, që ti jesh dakord, duhet të dalësh të shfaqet të të japin. Jam shumë dakord me parafolsin, edhe unë mendoj që se ju flisin nuk tani ka... si përfaqësues e partije që je dakord. Jo, të gjithë çdo me ja do kem atë klosin unë që do vi edhe ai jam dakord ose s'jam dakord. Se njerëzit e partisë edhe kështu flasin. Nuk bëj pjesë ka ato njerëzit që bie dakord kollaj. Po edhe flamuri juaj kështu ta. Jo, nuk unë flas për veten. Mjef shumë mirë dhe nuk bie dakord kollaj nëse nuk bindem. Referuar vetëm nga pikpamja ligjore, unë nuk mendoj se nesër do ketë ndryshim të masës. Së pari sepse realisht Erion Veliaj i plotëson të gjitha kriteret për të mos sa ndryshuar masën, madje ai përbën një rrezik shumë serioz nëse do kemi një ndryshim mase, qoftë në ato të arrestit të shtëpisë. Po pse përbën rrezik? Po sepse thash e ka treguar me prova që ka kërkuar kallëzuesin për ta intimiduar. Deklarata e tij, po. Intimidimi në mënyrë publike i prokurorit dhe i gjyqtarit të shkallës parë tregon që ai nuk ka rezerva për të bërë intimidimin në mënyrë publike, ndaj dy figurave që kanë në dorë çështjen e tij dhe në mënyrë deduktive, ne themi imagjino çfarë mund të bëjë ky person në mënyrë të fshehtë. Intimidimi që i ka bërë agenti DBK-s dhe statusi i tij ligjor, nëse ai do të dali me masë më të lehtë, është një problematik shumë e lartë për fshehjen, manipulimin e provave dhe nga ana tjetër të gjitha këto komponent e bëjnë jo vetëm gjyqtarin që të qëndrojë fort në masën e sigurimit arrest në burg, po edhe vetë analiza që ka bërë gjyqtari në shkallë të parë, Erion Bani, tregon se ai jo vetëm që nuk ka shfaqur pendes për mënyrën, e ka shprehur dhe vetë Erion Veliaj këtë, për mënyrën se si ka vepruar deri më tani, qëndrimi në burg, atë e ka bërë edhe më agresiv ndaj gjyqtarit dhe prokurorit. Nga ana tjetër, unë fakt dua ta cek pak aty ku e përmendi dhe zoti Abilekaj, i nderuar ylli, në momentin që një i paraburgosur nuk ka vendim të formës prerë, çdo gjë që lidhet me të drejtat procedurale të këtij të paraburgosuri kalojnë për vendimarrje tek prokurori. Dhe unë nuk e di në fakt se si është dhënë leja e takimit, sepse unë po ju marr vetëm një rast. Kisha një rast të shuarjes masës së sigurimit në arrest në burg të një klienti tim që vendimi u dha ditën e shtunë në ora 11 pa inqerek, dhe nga ora 11 pa inqerek të mëngjesit deri në 9 të darkës, ku prokurori i çështjes bëri urdhrin për daljen nga arresti me burg në arrest shtëpie, nuk mund të ushtrojnë funksionin e tyre punonjësit e burgut. Pra, në rastin konkret, mu më duket shumë e çuditshme se si shkojnë në dyert e burgjeve, futen në takime vllai, familjar, avokati i ardhur nga Amerika, ndërkohë që nesër... Se tani ka një problem këtu, se dhe ju lidhje kini me këtë punë në Amerikës. Amerika këtu sipas Trumpi që ka ardhur tani, po lexohet sipas nevojave që kanë njerëzit. Doktori ka nevojën, ja një sekond. Doktori ka nevojën për heqjen e non grade se këto La Civita ka ardhur këtu, tani ka ardhur avokati Erionit. La Civita ka bërë, se tani Trumpi lëshon shumë njerëz në për. Do me thënë, po këtë bota ai po e shet, do me thënë Trumpi lëviz shumë gjëra në mënyrë që edhe të pakuptueshme. Edhe mund të se afër Trumpit është dhe ky thonë, ky avokat.
me Partinë Demokratike dhe zotin Berisha dhe ka dalë në mënyrë publike, ka deklaruar. Sot, mënyra se si u shpreh avokati nga Amerika, as nuk foli në emër të Trumpit, as nuk foli në emër të Amerikës, dhe aq më shumë, ne nuk dim se çfarë kontrate ka ky avokat me Erion Veliajin. Thash, nesër në sallën e gjyqit është ndaluar të jenë edhe personat familjar të Veliajit, përveç avokatëve që kanë prokurorit, gjyqtarit dhe personave për cilët merret në shqyrtim masa e sigurimit personal. Unë thash mënyrën se si e kam analizuar gjithë situatën, por edhe vendimin e shkallës parë të gjyqtarit Erion Bani, mendoj se nesër nuk do ketë asnjë lloj ndryshimi në raport me Pa zëm se është kështu si thoni ju. Po sikur se të bëjmë tani avokatën e djallit. Se punë avokatës është tani, e kupton, avokati amerikan. Ju si avokate. Djalli tani është prezent kudo, dhe më thënë, në gjithë botën, është shfaqur gjerë djalli. Edhe të bëjmë avokatën e djallit. Doli, çfarë do bëni ju? Unë mendoj se nëse nesër Erion Veliaj do dali, për mua ka rënë sistemi i drejtësisë në mënyrën më absolute dhe ekstreme, dhe në qelin atje, shumë shpejt do shkoj gjyqtari që e lëron. Shkon gjyqtari të atje? Po, mbas 11 majt, siguroj gjithë publikun që do shkoj gjyqtari që e ka lëruar. Ky gjyqtar nuk parashkon se ky i ka kaluar të gjithë. Do ta shikoni shumë shpejt. I ka kaluar, jo, i ka kaluar të gjithë edhe Sajmir Tahiri dhe këta. Unë nuk jam shumë pro asaj, sepse unë mendoj që Sajmir Tahiri nuk u donua, po u falë. Më falni se kam dhe një qik probleme kufjen. Personalisht mendoj jo. Unë shumë mendoj, akuzat që u ngritën për Sajmir Tahirin, grup të strukturuar kriminal dhe trafikim i lëndëve narkotike, duke u donuar vetëm me shpërdorim detyre, mendoj se Sajmir Tahirit i është bërë nder. Ky është këndvështrimi im. Kështu që nuk e shoh. Do me thënë ju nesër keni ide në Zonja Kalaja që nuk ndodh kjo gjë. Unë them që nuk ndodh, nisur jo se do apo s'do gjyqtari, por unë mendoj se dosja është e kopsitur, vendimi i shkallës parë është një vendim që duhet merret në konsiderat dhe mendoj se është një vendim i cili edhe duhet të studiohet si literaturë në shkollën e magjistraturës. Nga ana tjetër, ky është këndvështrimi im personal, ndryshimet që kanë ndodhur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë bërë që të ketë ndryshim qasje qoftë nga SPAK-u, po qoftë dhe nga GKK-oja, pasi si që thash, pas 11 majt, të gjitha të gjyqtarë dhe prokurorë që nuk kanë zbatuar ligjin, do përballen me ligjin. Do përballen me ligjin, thuaj ti, pas ndryshimeve të mëdha që ka ardhur zoti Trump atje. Patjetër, sepse po ta shikoni, nuk ka ndryshim të bazës ligjore, nuk ka ndryshim të strukturës së SPAK-ut dhe GKK-os, ne shikojmë që kanë marrë ca vendime shumë të rëndësishme, disa vendime në zbatim të ligjit, për cilat unë mendoj se ka të bëjë ndryshimet geopolitike që kanë ndodhur në Amerikë. Zonja Kalaja, unë kam një pyetje të fundit për ju. Tani edhe te ju se doli doktori sot, doli Edi Rama, doli te doktori dhe po bën listat dhe po plotësohet gjithçka. Përfitoj nga rasti, të kam këtu unë ty, edhe të pyes tani, o përfunduan aty, a si u bë, dhe se unë e kam më shumë për ju, e kupton se mua, në gjithë kohës që kam ndenjë, 35 vjetë gazetare këte dhe afër shpeshe dhe me partin tuaj apo me këto, dhe qendrestarët janë një gjë shumë e rëndësishme dhe unë besoj që ti ke një kualifikim aty të rëndësishëm besoj, edhe për sytë doktorit dhe të gjitha, se pastaj nesër mund të tratojnë ata një pjesë, të ikin. Me thënë të drejtën... Fitojnë për shumë një pjesë aty, ikin ata, bëhen deputet, odën atë valën e madhe atje, pram, marrin mandatin, ikin. Ti tani je mirë aty, apo se, unë nuk besoj se me ty do ka boj doktori, se a i do t'i zjedh tani. Nuk e kam informacioni, për qenë e sinqert, nuk jam as hipokrite që të them që nuk e dua të vëm, nuk është se kam patur qëllim që të kem këtë pikë synim, por mendoj se më e rëndësishme se çdo gjë
është fitoria me 11 maj. Fitoria në 11 maj. Pastaj mbas 11 maj çdo gjë do marrë rrugën e vet. Po, edhe njerëzit që do jenë aty se pse ta zëm se mirë se fitoret duan të gjithaj. Po të pyesësh edhe Gjuzin dhe Inisherin fitore kemi thonë, po nuk fituat. Unë mendoj se është një strategji shumë e mirë. Jo, fitoria është e sigurt më po larg qoftë, nuk fituat, ka një gjë. Unë besoj që fitoria është e sigurt. Që ju ikin njerëzit, ju ikin ata që marrin votat aty, dhe doktori duhet të ditë i zgjedh. Opozita do ta fitojë këtë betejë. Dhe unë mendoj se strategjia që ka ndjekur Zoti Berisha në lidhje me koalicionet... Ja dhe koalicionin, ja ku e kemi. është e dukura pa përmendur X-in apo Y-in, çdo vot opozitare është mirë që t'jetë në thesin e madh të opozitës. Sepse vetëm kështu ne mund ta heqim Ramën, dhe Rama në fakt këtë strategji, më falni se kam një problem me këtë kufjen. Edhe trembur duken me sa vëre unë, me këtë koalicion ka i t'i gjerë, trembur duken të majtët, të mengjërët, me që kam konstatuar deri tani. Po, mua më duket se Rama po pregatit ikjen e ti dhe deklarata e sotme e ti, nuk është gjë tjetër përveç faktit që vazhdoj t'i qëndroj atit mendimi që kam thënë, që çështja me Gonigal në raport me Edi Ramën nuk është mbyllur dhe ai shumë shpejt do përgjigjet përpara ligjit në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Atëherë unë falenderoj shumë që na ndihmove në mbrëmjen e sotme, ishte kënaqësi. Është gjithmonë kënaqësi për mua. Doktori ta ketë dhënë firmën aty pa hezitim, pa gjë, sepse një nga njerëzit që unë jam i bindur që nuk kryen aktin e tradhtisë jeti. Dhe do mbet qefi shumë, se më vërtet do mbet qefi shumë që ose... E vlerësoj shumë, faleminderit. Natë me mirë, faleminderit. Natë me mirë, faleminderit, dhe gjithmonë kënaqësi, faleminderit. Pra, kthehemi në 2 pyetjet e fundit të Anton, ka një moment, sot kishte dalë një lajm shumë i rëndësishëm për burgosin e Veliajt, që me burgosin e Veliajt është lajmi, kanë ngelur shkolla dhe kopshet pa ndërtuar. Megjithëse po dëgjosh në gjithë Tiranën ka goditje, unë kur dola tani, ishe një që bëjë ngjitur aty një madhe fare, dhe ka gjithë ditën nuk e përgatitin ato skaletin. Emisionit, ika në vend tjetër shumë të mbyllur, për ta përgatitur sepse kishte goditje të tmerrshme, goditje që shkonin poshtë. Dhe tani ka ngelur kopshtet e shkollat pa ndërtuar nga që ai ishte në burg tonë, se nuk ka kush firmos. Si dilet nga kjo gjem tani, si bëhet, se pas kanë ndodhur gjë të tmerrshme. Këto lajmet që japin mediat e Veliajt janë aq qesharake sa tregojnë që ato s'kan respekt për veten, se s'është puna. S'kan respekt. Se s'është puna të kenë respekt për ne, se ato s'kan si të kenë respekt për ne. Po, ndërtues. Po s'kan respekt për veten, se duhet të bëjnë lajme më të besueshme. Për shembull, e dinë ata që Edi Rama bashkë me Veliajin caktuan një zonjë që ishte në kryetare bashkie, si administratorët e bashkisë, në kohën që ai nuk është. Dhe që firmos gjithçka në emër të Veliajit. Në emër të kryetarit, domethënë. Kështu që nuk është çështje firme ajo. Nuk është çështje firme. Nëse ka institucione në bashkia dhe nuk është si pronë e Veliajit, pronë personale e Veliajit, atëherë mund të bëhen tendra ata. Nëse pastaj nuk i marrin dot tendrat ata i do kryetari, kjo është tjetër çështje. Kjo fatkeqësisht nuk ndodh dot. Megjithëse korrespondencën e ka të lirë ai. Siç e ka burgun të lirë që hyn edhe kush doj. Sepse drejtoria e burgjeve nuk pyet fare as për prokuror, as për SPAK, as për gjyko. Dhe mund të komunikoj me të gjithë. Mos e kam patur që ka rënë morali. Ky është problemi më i vogël që kemi ne me këto media të vetë. Problemi më i madh i këtyre është që këta kanë sulmuar në mënyrë kafshërore prokuror, gjyqtar, çdo njeri që guxon të flasë për Andreon Veliajin. Është rast shumë i kanë hyrë në fis, në shtëpi dhe kjo është i krim. Ata nuk mund të jenë media duke bërë këtë gjë. Është turp. Duhet të distancohemi urgjentisht nga kjo lloj media. Nuk mund të ndodhë kjo. Kjo s'ka as etikën minimale të kafshëve me njëra tjetra nuk e ka. Shiko, unë besoj se kjo është e gjitha e strategji e cila po, duke qenë se nesër është dita e madhe, këta janë gati të thonë edhe që, kujti unë, nesër, po, në edhe sot për shkak se Andreon Veliaj nuk është aty, nuk vjen pranvera, fare.
Nuk vjen thua. Zvjen as pranvera nuk vjen. Po ai ti 24 Më që është... 24 temperatura sot. Ata zgjer. Do me... Mund të vi vera, mund të vi vera thua ti pa pranverë. Jo që s'ndërtojnë shkolla, jo që s'ndërtojnë qerte, pa e thos vjen pranvera. Vera pa pranverë. Fare, po është erion veli. 24 sot. Kështu që çështja është që ata po bëjmë përpjekjet e fundit. Dhe unë se kuptoj se sa lek kanë marrë molla që mbetën duke sharë prokurorët, duke intimiduar prokurorët, a thua nuk kam parë unë asnjë person politik tjetë marrë media aq thellë me personazhe politik, me kundërshtar politik. Është marrë aq thellë sa është marrë me prokurorin dhe me gjyqtarin këto ditë. Po gjithsesi, bravo i qoftë sepse në fund fare thjesht sa konsolidojnë akuzën e prokurorit në lidhje me shpërdorimin e parave të buxhetit Bashkisë Tiranë dhe në blerjen e medjave ndër të tjera. Blerjen e medjave. Pa, tani edhe një pyetje që është secili thot në një fjali, dy fjalë. Ç'ndodh me Bashkinë tani nëse Velia mbetet në burg? Mbeti nesër. To gjyqtari, Bashkia shpëton. Nëse Velia mbetet në burg. Shpëton. Qytetarët shpëtojnë. Do me thënë, kur metaforike të Rama... ndërruar të shikus, Pano po thotë që Bashkia shpëtoka. Po, sepse Rama një ditë po bënte në një nga dalet e veta të ky emisioni që po bën në mëngjes, emisioni mëngjesit. Se bën në mëngjes? Po bën një emision në mëngjes. Shpejt, në orë shpejt? Në orën 9. Ka këtë sy mësyrë. Si ka? është një sy komunikon direkt me popullatën. Direkt me popullatën. Një emision në mëngjes. Edhe në një ditë na tregonte se sa kushtonte të mbanim një njeri në burg. Dhe pyetja që më lindi mua është nëse kushton shtrenjtë të mbash Erion Velia në burg, imagjino ta mbash të lirë se sa të kushton. Të lirë, domethënë. Të lirë nuk krahasohet fare. Kështu që për të shpëtuar parat e taksave, për të pasur sa më pak para që viden dhe për të pasur sa më shumë para që mbeten në buxhetin e bashkisë, është mirë që Erion Velia. Ola, ti ç'mendon për këtë? Nëse mbetet në burg thua ti? Po, nëse Velia mbetet në burg, patjetër që bashkia do të administrohet nga nënkryetaria, e cila është ngarkuar nga Këshilli Bashkiak dhe kryeministri Po dhe e drama se e do të? Se duhet të jetë 3 muaj në burg që ta heq. Nuk e heq dot, nuk e heq ka dot. E shkarkon Këshilli. Është Këshilli që e konstaton. Mund ta shkarkoj Këshilli Ministrave. Jo, duhet të 3 muaj burg. Ta konstatoj Këshilli Bashkiak. Bashkiak edhe pastaj shkarkon. Këshilli Bashkiak se konstaton dot, po. Po Këshilli Bashkiak është ata janë. Konstaton mungesën. Po se ju thoni, po mungesa po do 3 muaj. Do 3 muaj se e di saksisht të punë. Zoti Rakipi, kemi precedentin e zotit Berisha që... Edhe nëse akuzohet për një vepër penale të rëndë, Këshilli i Ministrave mund të marrë indicjen për ta shkarkuar, por më pas kryetari i bashkisë ka të drejtën e ankimimit në gjykatë kushtetuese. Por deri në shprehjen e gjykatës kushtetuese Ketë mungesë me arsye, Ola, kështu që jemi përballë një mungese me arsye, kështu që. Mund të do të kështu. Mos pjesëmarrja. Kjo është në dorën e Ligji për vetë qeverisje vendore e Partisë Socialiste dhe kryetarit të Partisë Socialiste se çfarë strategjie do të zgjedh për menaxhimin e Bashkisë së Tiranës. Me gjithë që thoni me të gjitha nëse ai mbetet në burg, nuk mund do rigjet vetë ky se mund do rigjet njeriu. Ça? Do rigjet më thot unika. Ai shkruan nga mëngjesi në darkë, unë kam te punët e Bashkisë së Tiranës. Me e bustet se që... Çfarë thua ti po më thoni mua ju tani? Je në vete. A je në rregull po thoni? Apo flasim për të gjithë shoqëria apo jo se? Kush e ka dorën më të rëndë? Problemi është kush e ka dorën më të rëndë, se Rama tha do të qeverisun bashkinë. Po pra, kjo është. Tani po, mos e ka Rama dorën më të rëndë se Velia. Ka të drejtë kryeministri. Mos është më mirë të dalë Velia. Jo, ka të Ne drejtë kemi de jure dhe de facto... Po theva, akuzohet për 600 milionë euro. De facto, kryeministri... Person... De facto dakord më po. Kështu të drejtë ligjore, ka të drejtë ta bëj ky. A gjë i bërë vetëm me armë. Tu edhe bën në rregullin, po duhesh e bën me që ta bëj. Madje gjithë strategjia mendoj unë që po ndjek zoti Erion Veliaj është që mua më kam bërë një padrejtësi dhe unë kam mbështetjen e opinionit publik të qytetarëve të Tiranës, jam një nga njerëzit më të votuar në krye të bashkisë dhe po ai përgatit terrenin sepse ka shpresa se mund të lirohet edhe mund të dalë nga burgu. Për nesër tu edhe. Po, patjetër. Ndryshe nuk do ta bënte gjithë të betejë, përse do shkonin të merrnin si këshilltar një studio ligjore deri në Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe të paguajnë $100 mijë. Erdhën te dera po shoh tani që duhet të pagu të shkojnë nga puna e Ramën nesër. Vajza tjerë tregon që Blendi Klosi ka ardhur. Ka ardhur zoti Blendi Klosi, sekretari i përgjithshëm i Partisë Socialiste dhe ne tani do të kalojmë te kjo pjesë. Ikim ne.
Do me thënë punët janë në kontrol tani, më shkruajnë. Po, dhe unë këshu mendoj. Ne të bëjmë atë që tha Bushati, do me thënë. Drama ishte edhe sot më shkruajnë që ishte edhe sot në pas dite në bashki dhe punët janë të gjitha në kontrol. Jeta vazhdojnë. Jeta vazhdojnë të gjitha dhe ne do të vazhdojmë pjesën tjetër tani, ku do të flasim që po bënë Partia Socialiste tani, për t'ju përgjigju dhe një koalicion të madh që ka dalë për balë. Ju do të largojnë tani, Abilega do mbetet me mua, pano se ti s'ke do kështë të qëndruar dhe ti, po ti... Ka konflikt interesi? Ke konflikt interesi, se je... Po ti ishe vetëm gazet. Je dhe parti, se dhe mund mos bëjnë e partiore. Neze pas neze të ne do këthesh, prapë. Se besoj se Llogaria jepet... Blendi Klosi, Andi Tela do shtohet dhe Leonard Mitro, kryeredaktori i lajmeve në MSN, do të jetë këtu për ta pyetur edhe për të folur për me zotin Klosi. Fare shkurt, tani, faleminderit shumë, ha? Faleminderit shumë. Publiciteti kthehemi një herë.